Drejtoria Rajonale e Bordit të Kullimit Fier po vijon punën për rehabilitimin e argjinaturave që pëstuan dëmtime gjatë përmbytjeve të fundvitit 2025 dhe janarit 2026. Ndërhyrjet janë përqendruar në segmentet më problematike me synim për të rritur sigurinë e zonave bujqësore dhe për të minimizuar rrezikun nga përmbytjet në sezonet me rreshje intensive. Specialistja e Bordit të Kullimit Elida Boçova shprehet se aktualisht puna është fokusuar në argjinaturën e lumit Vjoz, ndërsa paralelisht po kryen ndërhyrje dhe në argjinaturën e lumit Seman. Përmbytjeve që ndodhen në fundvitin e 2025 dhe në fillimin e viteve 2026, pati dëmtime të pjesme në argjinaturën e lumit Vjoz, ku prurjet ishin pothuajse mbi 2000 m3 në sekond dhe mbuluan gjithë tarracat lumore të këtij lumi. Të dy tarracat, si nga ana e Vlorës dhe nga ana jonë. Në dëmtimet e pjesme që ndodhen në këtë argjinatur, ne kemi ndërhyrë urgjentisht gjatë përmbytjes dhe në momentin kur ujrat ishin duke ardhur. Kemi ndërhyrë në të dy krahët e kësaj argjinature, dhe në krahun e Vlorës dhe në krahun e Fierit. Pasi i mbulem ne ato të dy krahët e këtij lumi, rrjedhës së lumit. Njëkohësisht, pas tërheqjes së lumit plotësisht, ne kemi ndërhyrë në të gjithë pothuajse më të shumtën e rrjedhës së kanaleve kullues që derdhen direkt në Vjoz, ose që ne i quajmë kanale të luginës së Vjosës. Momentalisht në këtë argjinaturën e Vjosës po punohet në Kafaraj për mbrojtjen e njëkohësisht dhe të tokave bujqësore, por mbrojtjen se aty është dhe stacioni ujë të pishëm dhe të mos ketë problematika gjatë përmbytjeve, po mbi ngrihet kurora në 3 kilometra, 3 kilometra të kësaj argjinature. Problematika të tjera në këtë argjinatur ka edhe në Mallakastër, të cilët ne jemi koshient dhe i dim, por në një periudhë të mëvonshme, pasi mjetet i kemi patur në ngarkesë të plot pune gjatë këtij sezoni, sepse njëkohësisht po punohet edhe në argjinaturën e lumit Seman, sidomos në krahun e djathtë të rrjedhës së këtij lumit, ku pati dhe problematikat në përmbytjet e 2026-s. Kjo argjinaturë na u çan në 2-3 vende, pavarësisht ndërhyrjeve emergjence që bëm në momentet e përmbytjes, ne kemi vazhduar edhe mbi ngritjen e kurorës së kësaj argjinature rreth 70 cm, afërsisht në 3 kilometra kemi realizuar këtë mbingritje të kurorës së argjinaturës. Do vazhdojmë edhe në gjatësi të tjera, por në moment nëse dhe temperaturat janë shumë të larta, nuk mund të punohet me mjete në këtë pjesën aktuale, domethënë që jemi, dhe mund edhe të ndalim për një muaj punën, sepse nuk punojnë dot mjetet, por që është në prioritetin ton për të vazhduar mbingritja dhe rregullimi i kurorës së argjinaturës për të plotësuar, domethënë të plotat e lumit kur vinë bashkë me shkarkesat e banjës. Është njëkohësisht dhe shkarkesa e banjës lumi Seman. Dhe kjo do ngelet problematik shkarkesa e banjës, sepse ngritja e kurorës së lumit Seman do bërë një projekt ose një studimi i ri, i mirëfillt, për të parë se sa mban ky basen me prurjet aktuale që jep lumi edhe me shkarkimet e hidrocentralit të banjës. Nga vërshimet e janarit u dëmtua dhe bankina e kanalit Vaditës e njohur si Dega e Martinës, e cila shërben njëkohësisht si argjinatur mbrojtëse. Megjithse prurjet e lumit Vjoz arritën nivelet më të larta të dekadave të fundit, kjo bankinë arriti të përballojë presionin e ujrave, duke shmangur përmbytje të mëdha në zonën bregdetare, si ato të viteve 2013 dhe 2017. Po, ajo është sepse ka shkarkesat e banjës dhe ka momente që ajo arrin në pikat më kulmian, pavarësisht se në kurorën aktualisht e rregulluam edhe 12 kilometra të tjera në zonën e Mbrostarit, nga zona Imshës dhe deri në Mbrostarura, bëm dhe mbingritje 1 kilometër, ajo që ka qenë problematike që është diskutuar, bëm mbingritje 1 kilometër, ju mund ta filmoni, mund të shkoni atje. E bëm gati 1,20 metër këtu në zonën e Mbrostarurës. Ndërsa në pjesët e tjera kemi bërë rregullime ku ka patur në një qarje, në një grop, në një kështu, edhe në pjesën dhe në krahun e majtë të rrjedhës, përveç se
po më shumë është punuar në krahun e djathtë të rrjedhës. Por argjinatura e lumit Seman kërkon studim të thelluar për të përballuar të gjithë prurjet në rast, sepse ajo vërtet është bërë me siguri 25 sa 50 vjeçare, por momentalisht ka, duke qenë dhe u bërë zona urbane, duke ndërhyrë si në pjesën e brendshme dhe në pjesën e jashtme të kësaj argjinature, kjo kërkon një studim të mirëfillt. Nuk është në ngarkesën tonë, sepse nuk kemi as asete financiare, as asete personel fizik, domethënë që që të mbulojmë këtë gjë. Punimet për argjinaturën e Vlorës përfshin rehabilitimin e rreth 3.4 kilometrave, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 ishte investuar në afro 4.6 kilometër të kësaj vepre mbrojtëse. Sipas specialistëve, mbeten ende segmente problematike, veçanërisht në zonën e Mallakastrës, ku ndërhyrjet do të vijojnë në një fazë të mëvonshme. Ndërkohë, argjinatura e lumit Seman konsiderohet sfida më e madhe. Sipas specialistëve të bordit kullimit, ajo ka nevojë për një studim të detajuar hidroteknik për të vlerësuar kapacitetin e saj përballë prurjeve të lumit dhe shkarkimeve nga hidrocentrali Banjës, si një hap i domosdoshëm për një rikonstruksion afatgjatë.